Në një kompani të madhe që kam punu më herët, u vendos nga kompania që të ndryshojmë komplet organizimin edhe ristrukturimin e njerëzve, po edhe të biznesit. Të kalojmë nga një biznes që ishte tradicional në një biznes ma profesional, ose në atë kohë mu përshtat me kohën që vike. Po problemi kryesor ishte se në strukturim kishim edhe largimet njerëzve, për ata që nuk përshtatën me strukturën e re të punës. Kështu që ajo ka qenë një moment shumë i vështirë, për shkak se ballafaqimi i parë me një largim të njerëzve nga puna ishte pak a shumë i imponuar për neve si HR në atë kohë, po ishte i domosdoshëm për shkak se biznesi nuk mund të funksiononte me pjesën tradicionale, nëse mund me quaj kështu. Kështu që ai ka qenë një moment pak më i vështirë dhe i sikletshëm, se kur ballafaqohesh me dikon që te e ke zhvilluar, ke punu me to një kohë gjatë dhe i thu që me strukturën e re nuk mund të jesh, kështu që është pak e vështirë ajo pjesë.